Ky çmim që sapo e mora tash dhe çmime tjera që dhanë këtu dëshmon për rëndësinë e letërsisë dhe të arteve. Letërsia dhe artet e bëjnë njeriu më të mirë, e bëjnë njeriu më humanist dhe bëjnë njeriu më vizionar. Prandaj investimi në letërsi është një strategji e mundshme për me e fitue dhe me rujt mirësinë e njeriut, humanizmin e njeriut dhe luftën për liri. Këtë nderim nuk e konsiderojnë nderim vetëm për mua, por për të gjithë ata që besojnë në fuqinë e krijimtarisë mendore, të letërsisë dhe të studimit historik të saj. Letërsia nuk është, si thuhej dikur, pasqyrë e jetës. Ajo është krijimtari, ajo është mjet i jashtëzakonshëm për ta ndryshuar jetën. Për të siguruar integritetin e këtij procesi, sepse çmimet janë vjetore, janë tradicionale, mirë po duhet shumë punë dhe shumë angazhim për të siguruar që këto çmime u jepen më meritore. Mrapa zakonisht qëndrojnë ata që e sigurojnë integritetin e këtij procesi. Si ministri do të jemi aty gjithmonë përmes mjeteve tona që ta mbështesim autorin, krijuesin, krijimtarin, edhe letrare, por jo vetëm letrare, natyrisht, por fokusin e kemi te letërsia, si përmes çmimeve, ashtu edhe përmes mundësive.